ndryshimin. Rezultatet zgjedhore dul ndryshe. Dhe si dul rezultati zgjedhor? Nuk e arritëm atë që ne dëshirojmë. Nuk e arritëm kjo si koalicion. Jo, në përgjithësi edhe kështu. Nuk e erdhi ndryshimi, pastaj edhe po, sigurisht. Nuk erdhi ndryshimi. Qytetari i Kosovës me vot nuk votoi ashtu siç pritej, siç dënim ne. Ne besonim si që një qeverisje jo e mirë, një qeverisje e keqe, 4 vjeçare. Siç kam thënë, nuk provohet shteti, pa përvojë, gjitha ato, në planin ekonomik, në planin diplomatik, në gjitha drejtimet. Unë kam besuar në ato që kam thënë dhe besoj edhe sot, pavarësisht që qeveria aktuale vazhdon të lavdohet për projekte veta, po ne pra ata jemi të ndryshëm, prandaj edhe kemi kërkuar votën e ndryshimit. Qytetari i Republikës Kosovës me votën e vet i renditi forcat politike. Në këtë radhë, koalicioni ynë fatkeqësisht nuk i realizoi pritjet e veta, nuk rrini atë ku i ka pas pritjet, pavarësisht angazhimit. Koalicioni ju AK Nisma edhe të tjerë. Intelektualët dhe lista konservatore. Po person ju mendoni që AK si kam rri? Jo, tash po them pritja juaj. Pritja juaj si koalicion. Si koalicion ne kemi pritur shumë më shumë se kaq. Besoj kemi punuar fort. Jemi seminal. Unë me dhe është fakt, shihet Nisma ka punuar me krejt aktivitetin sa ka mundër, me njerëz të vet, me aq potencial që ka pas, 100% është angazhuar që të jep kontributin e vet në kuadrin e koalicionit. Rezultatet zgjedhore tregojnë që ne kemi arritur pra aq potencial sa kemi pasur, të maksimalizojmë angazhimin tonë. Fatkeqësisht pritjet tona, jo që nuk erdhën ato ku kemi pritur, por më pak, zhgënjyse ishin, në fakt rezultatet zgjedhore ishin zhgënjyse me marrësi të rësi si koalicion, sepse ne pritim dikon mes 10 deri në 15 deputet. Keni prit që i merrni? Po objektivat. 10 deri në 15. Për mendimin tim pritja reale ka qenë me 10, 9-10. Po objektivat tonë kanë qenë deri në 15. Edhe besoj që partnerët tonë kanë punuar sa kanë mundur, si janë ndalur, po fatkeqësisht ky është realiteti dhe vota erdhi ndryshe. Erdhi zhgënjyse. Ajo që unë më thonë sot juve, Leo, është që të këtë pjesën, ne besojmë që Nisma ka kryer obligimin e vet, si më thonë, ka bërë punën jashtëzakonisht në kapacitetet e veta dhe në ambientin e vet, kështu bëhet fushata. Edhe këto tregon edhe rezultati. Numrat janë që aty. Numrat nuk mund të keq interpretohen. Ato janë ata. Ata s'mundesh me ndryshu, as me lëviz janë ata që janë. Sikur që është rezultati zgjedhor. Kryeministri tha që po do të thonë, Kryeministri Kurti tha që ju ja kalut progun OK-s. Shiqani, ne na fut me kalu progun vetë për neve. Ne jemi realist. Ne jemi mbledh bashkë sepse kemi pas nevojë për njëri tjetrin, me pas koalicion për ata bën. Koalicion bën për më rrit, më fuqizu. Ata në secili partner. Po, në këndien që ju i keni tradhtu, keni abuzu pra me besimin e tyre, keni qenë me një koalicion, e keni maksimalizu votën për veti, kurse atyre nuk e keni ndarë njëtin aktivitet për kandidatët të tyre. Pra, keni punu shumë për veti e jo për koalicionin. Nëse Marian, Leo, këtu kam nevoj pak ma gjatë, sepse që 2 muaj folë këtë temë dhe kam nevoj me thonë se unë si jam prononcu për këtë temë. E para, e thash, Nisma ka dhënë krejt angazhimin e vetë, pra aq sa ka pas mundësi dhe kapacitet elektorali fuqinë, nuk mund me do për te sa që ta kena mundësi. Ta në kanë ditë fuqinë e Nismes, edhe ju si gazetare këni ditë, 20-30.000 vota, cilët Nisma. Jemi përpjekur, ama gjithë kemi kursyer angazhimin tonë që koalicionit tonë të përbashkët, ta maksimalizojmë votën që e japë më shtetin Nismes. Dhe nëse shini numrat, edhe numrat nuk mund të mshikën, të keshpërdoren, nëse të kesh interpretuar ata janë qëtë. Nisma e ka një bastion, e ka Marishevën, si bastion, ka vota gjithë në për Kosovë, po si bastion, po marrëm qëto, dhe qëto për marrëm, ku kena më matë Nisme përveç, që në për bastion e matën, partitë, dhe partitë ma e matën e për bastion. Nëse shenë Nisme në Marishevë, ka nga 2021, ka rritjet votës për 2.000 vota. Në këto zgjedhje? Po, në këto zgjedhje. Nga 2021, rreth 2.000 vota Nisma i ka rritje. Nga 2021. Dhe ne besojmë, pasaj edhe në gjithë teritorin e Kosovës, aktivistët tanë, kanë dhënë këtë që kanë mundur. Po për marrë Marishevë për të treguar që maksimalisht është maksimalizu vota jo, në është rritur.
Nëse shohemi fatkeqësisht në pasionet tjera, këta është partneri ku ka pritur, shihet që fatkeqësisht diçka të stashun në rregull. Nuk i kemi orë pritje. Unë e di që partneri këta është Aleanca ka pas objektiva, ka pas pritje shumë më të mëdha, edhe ne kena pas pritje. Po fatkeqësisht rezultatet treguan që në bastionet ty as 2021 nuk ka rru vota. Diçka ka ndodhur. Bastionet e Akës. Po, për shembull Gjakova, Deçani, pak a shumë edhe komuna tjera, po konkretisht po flas për Gjakova dhe Deçani, nëse shihni votën e 2021-s, ka më pak votë se sa në 2021-n tani. Që normalisht ne kemi pritur jo që të rruhet vota 2021, po të shtohet. Ka pritur edhe Lati unë, nuk ka dalë. A jenë angazhuar, besoj që angazhuar shumë, për s'ka ardhur vota. Ka arsye që duhet më analizu. Te ne ka ardhur. Që e veni vogël, që ashtu që është. Në 2021, edhe po të nisme ka pas 6.800 vota, në 2025, 8.100 pa diasporë, nuk e di që të dykon silmi. Dhe më ta kemi rritje. Po ka qenë pa mjaftueshme. Ne kemi dashur, që edhe kemi punuar, edhe dëshirë, edhe kemi pritur që të kemi sushëtash objektivin tonë 15. Në rastin konkret, të koncentrimi ose të favorizimi votës. Shëni, preashtohe kandidatin duhen për kryeministër dhe mua. Preashtë neve dëve. Çdo kund deputetët kanë punuar për vota për veti. Aleanca ka votu Aleanca, Nisma ka votu Nisma, bashkë gjithë përsëri flasin numrat. Flasin numrat, edhe në parti mrena kanë pas këso partitë të mdoja, dhe besoj kanë teme diskutimit të ju. Unë në kam pritur. Besoj që deputet kandidatet e Nismës kanë pritur që njerëzit i votojnë njerëz kandidatë e Aleancave, edhe atje ka pas koncentrim vota, dhe këne ka pas koncentrim vota, ka pas mena partive të mdoja koncentrim vota, dhe nuk ka kur gjë e jashtëzakonshme kjo punë. Sepse ligji zgjedhor, çfarë kemi na? Në për partitë të mdoja ka sjellë të lasha, bila ta kanë bërë 10 për me ikë në të lasha, në pak ka dhënë më shumë të lasha. Çka po du me thonë? Aja çka po du me thonë Leo, është kjo. Ne, si Nisma, me votat tona, jemi në parlament dhe parendoj gjithë partnerët e koalicionit kur të që nga ka votuar. Po Nisma ka çu votën e vetë në koalicionin e tërësishëm. Deputetët kanë bërë vota, në seksionin votat, asnjë deputet i Nismës. Mi mbledh bashkë si ka, këtë deputet e Nismës mi mbledh bashkë si nuk i kanë 300 votën në Gjakova dhe në Qilan. Preashtë mua. Po nuk do të thotë, kur farë vrejti nuk kam për këtë punë, sepse njerëzit e tje kanë konkuruar edhe kanë bërë listat e tyre. Nësi shikon të ne, për shamë, mani shefës, se po edhe ty në 600-700 vota, që është normale. Tani për në për Kosovë kanë marrë vota si që... Sepse këpëta, këto betet banë edhe mrena partijës, që qenë po partive të marë. Si përfundim, zotë Limaj, a ja kalu t'ju pragun, a ndihni ju që ja keni kalu pragun, apo falenderoni Ramush Haradinën që jeni me 3 deputat në kuna? Jo, nuk, unë i falenderoj votusin e Nismës, edhe gjithë ata që nga kanë votuar. Edhe asun, edhe asaj, askujt bërë që kemë, ne me ko jemi fu si partner koalicionit. Partner të koalicionit jemi bo koalicion bashkë. Si cilë koalicioni ka përfitime, pra ata ndërtojnë koalicionet. Si cilë ka synimet e vetë. E mi bindu që zotë Haradinja ka pritë dykon të 15 deputet. Nisma dhe mi pasmarë sot koalicioni jonë, këtë koalicioni tash me dalë më të djetë. Për shamë, 13 deputet mi pasmarë koalicioni. S'kish marë më shumë se 3-4 Nisma. Apo kuptët që po thëmë. Edhe dhe 15 deputet mi marë Nisma, kish marë 4 deputet, më shumë s'ka pas potencial me marë. Kish marë partneri. Fatkesisht kjo nuk ka ndodhër. Sepse edhe erë tash ka ramje të votës nga 2021, nuk ka arë votën që kemi pritur. Kjo e realiteti që është. Ju siguroj që edhe unë jam i bindun që edhe partnerët kanë bërë angazhime që kanë mujtë, po për te dëshira këto, në diçka ka ndodhë, duhet analizë e thellë. Tashti, nëse ju shërben, si me thonë, nëse ju shërben që ta hudhën pojnë dikun tjetër për me ikë asaj që në fakt ka ndodhër, në regullë jo më shërbej me kënina, por duhet me kërku faktorët, seriozisht faktorët që ka ndodhë, pse s'është e votë e 2021, për në fundi kjo që është diçka. Pa kjo përësi për Akën. Po, të thatë dhe të tratia, këto për du me full, dhe gjani. Nga... Pra, unë i kom intervistu edhe zotin Haradinaj edhe të djetë, pra, absolutisht ndijen të tradhtuar për jësh. Spari, ne kena pas koalicion pra zgjedhor. Qindër koalicione pra zgjedhore në ponë që të vene, i dini mirë. Po s'kallim kuptu që natën e zgjedhur ju si një pastaj... Jo, s'ka ndodhë natën e zgjedhur, flasim, po pra zgjedhore, koalicione pra zgjedhore ka ndodhë, o kry.
vullneti jënë, dëshira jënë ka qenë dhe është, ka qenë.